Gati? Unë jam Nuri, arkitekte në kontakt. Tirana është një qytet në zhvillim. Dikur një qytet i vogël brenda një unaze, sot tenton të zgjerohet përtej saj. Kur një qytet rritet, elementet të cilat e bëjnë një zonë të re me vlerë janë sipërfaqet ujore, arritshmëria, infrastruktura dhe parqet. Rezidenca Aba 2 vendoset në një nga pikat më strategjike të këtij zhvillimi, vetëm 10 minuta nga qendra e Tiranës dhe 5 minuta nga unaza e madhe. Kësaj here vim si arkitekt lokal në bashkëpunim me studion armërinjor spanjolle Selgazano. Ata janë të njohur për dizajnet inovative dhe eksperimentale. Të bazuar në Madrid, Spanjë, ato kanë si fokus kryesor integrimin e arkitekturës me mjedisin, gjë që do ta shikojmë dhe në projektin tonë. Eksperienca jonë shumë vjeçare dhe bashkëpunimet e shumta me studio të mëdha na kanë përgatitur për sfidën e radhës. Ne duam të risjellim në këtë projekt konceptin e një hapësire totalisht të gjelbëruar që funksionon si një ishull, me hapësira rekreacioni të gjelbëruara, loje dhe qëndrimi. E vendosur në një kodrin të djallëzuar, ajo është një zonë ideale banimi. Qëllimi i këtij projekti është të krijojë një ambient i cili harmonizohet me natyrën dhe nuk e dominon atë. Kodrat inspiruan formën e ardhisë së rushit, trupi së cilës mbledh godinat e banimit së bashku. Perimetri dedikohet totalisht natyrës, duke krijuar apartamente me formë unike dhe veranda të cilat e sjellin gjelbërimin brenda në shtëpi. Njësitë e banimit ofrojnë hapësira gatimi dhe tualete të ajrosura, dhe dhoma fjetje dhe ndenje të cilat kanë akses në verandë. Ajo që është propozuar në këtë projekt është një stil cilësor jetese, e vendosur në një zonë të zhvilluar, por me densitet të ulët ndërtimi, duke respektuar natyrën. Pranë vilave Aba 1, rezidenca Aba 2 ofron një stil jetese private, por edhe jetën kolektive.